Kryetari Shaqir Totaj, nën kryetari Kujtim Gashti dhe kandidatët e Prizrenit që po garojnë për garen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme të 7 qershorit, sot në Kurish së bashku me nëndegat e Podgurit dhe Velizhës, mbrëm mbajtën tupim parazgjedhor me pjesëmarrje të qytetarëve, të cilët shprehen mbështetje për Partinë Demokratike të Kosovës dhe vizionin e saj për zhvillimin e vendit. Atmosfera mobilizimit dhe përkrahjes është treguesi qartë se qytetarët janë të bindur se PDK-ja është alternativa e duhur për të nxjerrur Kosovën nga kriza aktuale dhe për të ndërtuar institucione më funksionale, ekonomi më të fortë dhe kushte më të mira jetese për të gjithë. Këtë ato ndihma e shtesa kanë më hi në standarde edhe në rregull edhe me marë muj për muj e jo veç ku të ka zgjedhje 3-4 ditë para zgjedhjeve. Se nuk është qëllimi me dhonë dikujt në shka një herë vjetë edhe me rekrutu demela edhe me rekrutu një surpresë. Qëllimi është me zhvillu ekonomikisht vendin, edhe për që ati buxheti me kriju program për ato kategori shoqërive që mas shumë t'i ka nevojë, edhe me udhënë muj për muj, në mënyrë që ata mos më konë të mbarën kur do të kemi zgjedhje, edhe me prit me marrë në ndihmë dhe shtesë sociale. Vetëm disa prezentime të Betri Hamzës besoj që keni pa, është edhe ajo që e zhvillimit ekonomik, ku prezenton shumë thjesht, tatime më të ulta, çmime më të ulta, pagat më të mëdha për një jetesë më të mirë, një mirëqenie më të mirë. Ashtu si që keni pa shembullin që kur e mbështesni tëndin, patjetër që investimet vinë në vendin e juaj. Kështu që unë besoj që jemi në një fazë shumë të rëndësishme për Kosovën. Duhet mja dhonë mes syve. E mja dhonë mes syve është vesh një numër. Partia Demokratike e Kosovës me numër 125. Dhe shpresoj që do ta kemi mbështetjen tuaj në këto zgjedhje të ardhshme, duke filluar nga Betri Hamza numër 1, Partia Demokratike e Kosovës 125, unë 39 dhe gjithë superkandidatët brapa që i keni. Në momentet kur kam qenë ma vështirë me 3 studenta në shtëpi, edhe kam pas rrogën 180 Partia Demokratike, Hashim Thashi taj që ma ka bo rrogën 500 euro. Dhe ma ka kthy autoritetin dhe dignitetin familje. Një Partisë Demokratike të Kosovës me numër 125, kryetarit Betri Hamza dhe të gjithë kandidatët të Prizrenit. Jemi Kurish, jemi një fshat ku Partia Demokratike e Kosovës ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm. Korisha sot është një fshat e cila absolutisht ngjan qyteteve, ndoshta fshatrat më të bukura ndoshta të gjithë Evropës. Kryetari Totaj dhe nën kryetari Gashi thanë se kandidatët para këtyre banorëve premtuan se do të jenë sëri tyre në Parlamentin e Kosovës. Ata bashkarisht falenderuan banorët e Korishës, Podgurit dhe Velizhës për mbështetjen dhe besimin në rrugtimin drejt ndryshimit. U tha se tashmë është koha për ndryshim. Ja kësaj radhe na duhet ndryshimi si kur më parë deri më sot, sepse siç po shihet jeta e kosovarëve është vështirësuar tepër. Vetëm me Betri Hamzën dhe PDK-n mund të kalohet kjo gjendje që rënd u tha në Kurish. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25-she.